Manipulimi i informacionit dhe ndërhyrjet e huaja po shndërrohen në një nga kërcënimet kryesore për demokracitë dhe sigurinë europiane. Përfaqësues të institucioneve europiane, vendeve aleate, institucioneve shqiptare, medias, shoqërisë civile dhe sektorit të teknologjisë u mblodhën në Tiranë për të diskutuar mbi mënyrat e përballimit të këtij fenomeni. Në konferencën Përballja me manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjen e huaj, Shqipëria dhe konteksti i zgjerimit, Kryeministri Edi Rama deklaroi se sfidat e sigurisë nuk lidhen më vetëm me fuqinë ushtarake, por edhe me mbrojtjen e hapësirës së informacionit dhe të besimit të qytetarëve tek institucionet. Në pamje të parë, kjo konferencë ka të bëjë me algoritmet dhe ekosistemet e informacionit. Në realitet ka të bëjë me diçka shumë më thelbësore, ka të bëjë me demokracinë, me besimin e publikut dhe me faktin që shoqëritë e lira zotërojnë strategjinë e mbrojtjes. Sot ne duhet të mbrojmë diçka të padukshme, sa kaq etike, hapësirën ku qytetarët tanë shkëmbejnë gjykimin dhe bëjnë zgjedhjet e tyre të lira. Sipas Ramës, në këtë realitet të ri, vetëm mbrojtja kibernetike nuk është e mjaftueshme, pasi Shqipëria është përballur edhe me sulme hibride dhe fushata dezinformimi. Ne jemi në pararojë dhe kemi përjetuar sulme hibride dhe fushata dezinformimi. Historia me gjasat do të na kujtojë jo vetëm si ata që ishin dëshmitar të lindjes e ngritjes inteligjencë artificiale, por si një brez të cilit ju desh të vendoste nëse e vërteta mund të mbetej më fort se sa manipulimi në një botë digjitale, dhe kjo është një dilemë shumë e madhe sepse zgjedhja është shumë komplekse. Ne jemi demokraci dhe duam të mbetemi demokraci, por në të njëjtën kohë demokracitë ofrojnë hapësira me shumë bujari edhe për miqtë e tyre, dhe kjo është dilema e zgjedhja e vështirë që ne duhet të bëjmë. Kryeministri paralajmëroi se manipulimi i informacionit nuk shfaqet me një formë të vetme dhe lehtësisht të dallueshme, por përhapet përmes trendeve, videove dhe përmbajtjeve të krijuara apo të përforcuara nga inteligjenca artificiale. Sfida për demokracitë, sipas tij, është mbrojtja e hapësirës së informimit pa kufizuar lirit dhe pa ju trembur parimit teknologjik, por duke orientuar atë drejt vlerave demokratike dhe ruajtjes së besimit.